Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar familjarë të dëshmorëve, invalid, veteran të dy luftra të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ushtrisë shqiptare kombëtare, i nderuari Zoti Ali Ahmeti, i nderuari General Daud Radini, i nderuari Fatmir Limaj, i nderuari Xhevair Geci, i nderuar qytetar, mbar, shqiptar, ka jeni ku jetoni dhe veproni, i nderuar mërgat. Sot ne jemi mbledhur këtu t'ju tregojmë ambasadave të huaja që gjenden në shtetin e Maqedonisë së Veriut se ushtria shqirimtare e Kosovës nuk ka qenë ushtri kriminale. Ushtria shqirimtare e Kosovës ka qenë ushtri shqirimtare cila mbrojti kombin e vet, vendin e vet dhe qytetarët e vet. Ne sot jemi këtu për ta ngritur zërin si çdo protestë. Kjo protesta e fundvitit që është sot në Shkupin e shqiptarëve, apo mu të thëmë në Shkupin e Hasan Prishtinës, Skënderbevt u kemi përpara shtatorës Skënderbevt, i cili na bashkoi edhe në vitet më të hershme, edhe sot ne u bashkuam si gjithë shqiptarë që e din të bashkohemi për njëri tjetrin. Kjo gjykatë e formuar nga një njeri i çmendur, i cili në vitin 2011 ngriti një rezolutë në Parlamentin e Evropës, në Këshillin e Evropës, se gjëja ushtria shqirimtare e Kosovës ka bërë krime dhe ka jek organe njerëzore në Shqipëri në një shtëpi të verdhë. Me siguri se shtëpia si objekt ekziston, po spital shtëpia s'ka qenë. Dhe ne sot me këtë numër kaq të madh të vëllezërve dhe motrave që janë këtu sot dhe në gjitha protestat e kaluara i tregojmë drejtavillove se ushtria shqirimtare e Kosovës boron, lind dhe vepron nga populli. Ato populli e rriti, populli e mbrojti dhe populli sot është mbrapa tyne. Ne sot kërkojmë drejtësi, jo drejtësi politike, aja gjykatë ma shumë është drejtësi politike dhe ju ngjan gjykatave të ish Jugosllavisë të sistemit të kaluar të Titos. Kjo gjykatë sot merret me fakte të falsifikume, fabrikume, të cilat fare nuk qëndrojnë. Unë isha vetë dëshmitar në atë gjykatë ku isha e burgosur, unë edhe shokët e mi me Nasim Haradinin dhe shumë të tjerët. Ne dim se që ka kemë dëgjuar ato, gjitha ato gënjeshta rrena nga ta dëshmitar, të cilët trupin e kanë Kosovë, kokën e kanë në Serbi. Unë edhe njerë thëmë, kërkojmë që kjo gjykatë tjetë gjykatë e mi fitle Evropa, mos t'jave faqen e zezë vetës me ata njerëz, me ata prokuror dhe gjyqtar që në du prapa. Evropës i bëjmë thirrje të bëjë një drejtësi të drejtë. Ne thëmë dhe në fillim nuk kërkojmë elmosh, po kërkojmë drejtësi të mirë fillt. Rënoft ushtria shqirimtare e Kosovës, lavdit gjithë dëshmorët kombit. Faleminderit e respekt pafund. Lavdi!